ma vete në të gjithën këtë, nga qasja flas. Sepse aty ku thuhet që Balluku nuk ka vepruar e vetme në të gjithën këtë. Në fakt, sa pavarësi ka patur Balluku dhe sa pa dijeni ka patur kryeministri, pikërisht për këto fakte dhe prova që nxjerr. Po çështjet që kanë të bëjnë me abuzime të mëdha, më shumë të mëdha, ne dim shumë mirë që nuk bëhen pa iraden, po i quajmë nga turqishtja e Pashajt atë sipër, pra Padishah, është ai që e vendos. Se nuk ka shkuar Balluku me kokën e vet dhe ka dhënë një tender për tunelin Llogaras 150 milion, pastaj ka anulluar dhe ja ka dhënë një kompani turke. Ne kemi parë që janë bashkë ulur atje kur kanë shkuar në Turqi, te kompania turke. Dhe ja ka dhënë 190 milion euro dhe prap kompania e cila e ndërtoi tunelin mori shumën 120 milion, sa ishte herën e parë. Pjesa tjetër pastaj është kjo pjesa që u shpërnda. Të gjitha këto çështje të mëdha, po të tërheqësh fillin napolitarin, të çojnë në bulevard. Problemi është që deri tani spaku e pret të litarin, nuk i shkon deri në fund. Po ta tërheqësh atë, ai të shkon ku është lidhur. Pra ku mbahet ai litar. Në rastet deri tanishme, mbase Rama në këtë rast, edhe atë që bëri sot, më kujtoi rastin kur ju drejtua spaku dhe BK-s dhe tha mos guxoni t'i afroni celularit tim. Pra, sot më duk në të njëjtën mënyrë, vetëm gjeti një lloj forme tjetër kur tha asnjë vend të Europës nuk është marrë një veprim i tillë. Pra, një zëvendës kryeministër në detyrë të pezullohet nga detyra. Dhe ai jo më kote bëri këtë gjë. Tjetra, që nuk do ta harroj. Rama po mundohet të parapri çështjeve të tjera. Vetëm zonja Balluku ka te çështja te kallëzimi tjetër, sepse ky kallëzimi që ka aktualisht është bërë në majin dhe qershorin e vitit kaluar, 2024-s. Po ka kallëzim tjetër më të vjetër se ky, që është çështja e teceve lundruese në Vlorë, që është një abuzim, vetëm qeraja i kushton 90.000 euro në ditë, vetëm qeraja. Ati është një abuzim që shkon në 68 milion dollar që ka qenë llogaritë për 2 vite. Dhe ndërkohë janë blerë 2 tece teknologji shumë e vjetër, të cilët nëse punojnë në efikasitet plot, i harxojnë 500 ton mazut në ditë. Çdo thot 500 ton mazut që ta bësh Vlorën më që mos jetosh më aty. Dhe janë sjell nga Bangladeshi. Dhe për më tepër që është një aktivitet ose një veprimtari që u promovua nga ish ambasadore amerikane, Yuri Kim, e cila mbasi la detyrën si diplomate, u punësua ti kjo kompani. Në fillim na thanë është një kompani amerikane, në fakt më mbrapa na doli një kompani tjetër që përdorte logon e kompanisë madhe amerikane dhe ishte një kompani offshore, e cila në bashkëpunim me një kompani tjetër italiane, me një tender me procedurë të përshpejtuar për brenda 3 ditësh, Belinda Balluku e ka shpallur tenderin datën 24 janar të 2022-shit, ka qenë koha e Covidit. Kryeministri Rama krijoi një emergjencë që nuk kishte emergjencë në fakt, e krijoi dhe s'u fol më. Pra emergjenca u krijua vetëm për të ardhur këto 2 tecet. Dhe thashë ato tece sot i kanë kushtuar Shqipërisë 68 milion euro. Është një shifër e jashtëzakonshme. Tani në një aktivitet të këtyre për masave, ku blien 2 anije 15 milion euro. Pra ata shkuan i blen dhe i kanë nxjerr paratë atyre në kohë rekord. Në një aktivitet ku përfshihet ambasadori amerikan, e cila ishte në kulmin e aktivitetit vet. Ju mendoni që kryeministri Rama është jashtë derës, është jashtë loje? Gjithë kjo pjesë e Ballukut është pika akulli apo maja e icebergut? Si është? Patjetër që është Balluku është maja e icebergut, 7-8 janë poshtë, 1/8 duket. Problemi është që në këto momente dhe me këtë lloj presioni që bën qeveria, në atë që bëri sot Rama, çfarë bëri sot Rama? Rama sot u përpoq duke qenë se kontrollon dhe median për të treguar që nëse ju merrni me këto budalliqet e Ballukut, un kam objektiv tjetër, un po çoj Shqipërinë drejt BE-s. Dhe un do ta përballoj edhe Kosovën e këtyre që po bën kjo drejtësia që ka bërë Rama, sepse në vetë reforma ka dështuar. E vetëm gjë që i ka ngelur reformës dhe Bashkimi Evropian që mbështet është spaku dhe GKK-ja. Kaq kjo i ka ngelur.